janë vërtet shumë të shishme, por procesi i mbledhjes nuk është as pak i lehtë. Çdo kështenj që ta shosh do t'ulesh kështu, ta mbledhesh, qash prap, t'ulesh pak, ta mbledhesh, qash prap, prandaj shumë zara. Kur janë kështu të mbyllur, neve për shembull i shkelim me kam, ja kështu, edhe i qelim. Ka shumë që përdorin doreza, mu nuk mundem me doreza. Edhe pse puna është e rëndë, fitimi nuk është gjithmonë i mjaftueshëm. Çmimet ndryshojnë nga viti në vit. Gështenja ka nevojë shumë për shi, për shembull, gusht, korrik, ka nevojë të bjerë i shi shumë. Këtë vit kemi mbledhur në përgjithësi 1 tonë. A vitet tjera kemi mbledhur rreth 4-5 tona. Gjatë këtyre 18 viteve, mbledhja e gështenjave për majlindën është ndërruar në një aktivitet familjar. Ajo thotë se natyra shëron trupin dhe mendjen e njeriut. Kur vim të në fshat është ajri shumë i pastër që në Gosjevar asnjëherë nuk e kemi. Një ditë, për shembull rim në fshat, Leshnic, mos ndaj nisemi. Vim këndaj. Brendja një ditë këtë vit kemi mbledhur maksimum 70-80 kg. A vitet tjera kemi mrit edhe në 500 kg. Shumë njerëz kanë marrë nga natyra gjëra të mrekullueshme, por në këmbim i lanë mbeturinat. Vim tu, rim, han buk, në vend se ti mbledhin mbeturinat, ato i hedhin poshtë. Çdo gështenj që mbledh Majlinda pasqyron mundin dhe dashurinë për natyrën, por puna në pyll nuk është gjithmonë e qetë. Shpesh përballen me njerëz që mbledhin pa leje në pronën e tyre private dhe madje marrin edhe kërcënime.